mbi emra tani. Armik i egër i pluralizmit politik, mercenar i Edi Rams dhe narkoregjimit ti, drejtësia vonon, por nuk të harron. Tani, për disa arsye shumë të veçanta, u detyrova të bëj një spostim në agjendën time. Por ju do mësoni një gjë që është për Guinness. Megjithatë për rikujtes. Altin Dumani në Veting, për rikujtes, kjo është e rrallë kaluar. Thot kam bërë kontrat porosie për blerje apartamenti banimi me sipërfaqe 127 metër katror me datën 18/8/2006 në një godin pallat 5 katësh pranë në rrugën në Tiranë. Vlera totale e apartamentit është 50.000 euro, shumë e shlyrë është 9.000 euro në momentin e blerjes dhe 29.000 dhe 2.950.000 lek me datën 16/11/2006 në momentin e marrjes së kredisë. Detyrimi i mbetur është 2 milion lek, i cili do bëhet pas plotësimit dokumentacionit. Tani ndigjoni pak. Duhet të sqaroj në faqen 8, thot, se harrohen gjërat. Në faqen 8. Se në këtë apartament, kemi filluar të banojmë apartamentin që kemi porositur në vitin 2006, me 18/8/2006 e porosita, thot. Kontrat porosie, çka do thot kur ndërtohen kur paguhen në ndërtime sipër. Në këtë apartament, thot, kam filluar të banoj në vitin 2004. A ka gënjeshtër më të turpshme se kjo? Në faqen 7, thot, e porosita apartamentin me kontrat porosie me 18/8/2006. Në faqen 8, thot, në këtë apartament kam filluar të banoj në vitin 2004. Pra, dhe kam shpenzuar 1.400.000 lek për arendim në brendshëm. Tani, dëgjoni pak tjetrën, se çfarë rase mashtruesish janë këta. Se ç'përfaqëson ky që kryesoi prokurorinë më të rëndësishme të vendit. Se ç'përfaqëson ky që në kushtetut përfaqëson prokurorinë më të rëndësishme të vendit. Shikoj çfarë thotë. Komisioni konstatoi, thot, se çmimi i blerjes kësaj pasurie është në vlerën 390 euro. Pasuria është në një nga zonat më elitare të Tiranës, diku tek liçeni i Thata, Kodra e Diellit, në atë krah atje ku janë çmimet më të kripura dhe që në atë periudhë, sipas burimeve të sigurta, kanë qenë të paktën 750-800 euro. 800 euro. Tani dëgjoni ç'thot komisioni, se çfarë vetimu kanë bërë. Komisioni thot se çmimi i blerjes kësaj pasurie është në vlerën 390 euro. Komisioni vlerësoi këtë çmim në raport me çmimet e tregut, kontratat e ngjashme të porosisë apo shitblerjes në këtë zonë, dhe ky çmim nuk rezulton në koston e ndërtimit. Pra, në variantin më të sigurt, nuk është shumë larg çmimi i tregut, por
është në çmimin e kostos së ndërtimit. Pra, apartamenti është ble me çmimin e kostos së ndërtimit. E ndëgjoni tani, ble me çmimin e kostos, prisni. Tani, kujt ja ka ble? Ja ka ble xhaxhait të gruas. Por xhaxhait të gruas, Andon Pango, delinkuenti dënuar 6 vite, sepse i shiste nga 2 herë apartamentet, Altin Troplini i dërgon bodyguardin e tij për të keq trajtuar njeriu uniform, pra jo privati, të shtetit. I dërgon për të keq trajtuar 2 pensionistë që kishin paguar, kishin bler apartamentin, kishin paguar, por xhongleri Andon Pango e kishte shit përsëri diku më shtrenjtë. Ky i dërgon rojet e tij, që i paguan të shteti për të siguruar këtë, për të nxjerrë pensionistë nga shtëpia, për t'i keq trajtuar ata, dhe ju e keni parë të gjithë videon, dhe ju lutem, në qoftë se pronart ju lejojnë, ritransmetojnë. Në rast se nuk ju lejojnë, i denanconi si mafios të fjalës së lirë. Kjo është sugjerimi juaj për ju dhe një gjë jam këtu. Mos gaboni kurr, se unë nuk konfondoj kur gazetarët me pronarët. Harrojeni këtë. Ju mos u mashtroni nga pronarët dhe të thoni që ja